Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernilda Luzi. Për gjatë viteve, bankat dhe universitetet janë përpjekur që të rrisin përfshirjen financiare të studentëve. Kredit studentore, llogarit dhe kartat bankare pa komisione janë vetëm disa nga instrumentet financiare përmes të cilave është rritur mbështetja për të rinjt. Nga kredit të llogarit studentore, bankat tregtare në bashkëpunim me universitetet janë përpjekur gjatë viteve që të rrisin mbështetjen e tyre ndaj studentëve, duke ofruar produkte financiare të dedikuara vetëm për ta. Një nga risitë e vitit të kaluar ishte lidhja e kartës së studentit me kartën bankare. Pas aplikimit për kartë në zyret e fakultetit ose pranë Bashkisë Tiranë, nga marrëveshja e bashkëpunimit që universiteti ka lidhur me një bankë, studentët fitonin akses në një sër shërbimesh. Pra në një kartë vetme, studenti mund të blejë produkte dhe të marrë shërbime me çmime më të reduktuara, por gjithashtu të kryejë pagesa nga llogaria e tij bankare që nuk mban asnjë komision. Gjithashtu, universitetet hapin një llogari në bank për studentët që përfitojnë nga bursat e ekselencës, ndihmë ekonomike apo mbështetje të tjera nga shteti, me qëllim derdhjen aty të fondeve. Këto llogari nuk ka nevojë për tarifë mirëmbajtje dhe hapja shoqërohet pa asnjë kosto për studentët. Nga ana tjetër, kredia studentore është një tjetër instrument financiar që synon të mbështesë të rinjt për të përballuar shpenzimet e studimeve dhe të jetesës. Përmes kësaj skeme, studentët kanë mundësinë të përfitojnë një shumë të caktuar financiare, e cila përdoret për pagesën e tarifës së universitetit dhe për mbulimin e kostove të tjera të lidhura me studimet. Kredia studentore është marrëveshje bashkëpunimi me disa prej universiteteve më të mëdha në vend, me anë të së cilës mundësohet kredia me 0% interes. Studenti paguan plotësisht studimet e tij me koste dhe interesi dhe komisioni i kredisë paguhen nga universiteti. Aplikimi mund të bëhet nga e-Albania brenda 30 ditëve nga fillimi i vitit akademik, duke filluar nga data 6 tetor 2025 deri më datë 5 nëntor 2025. Përfitimi i kredisë studentore ndihmon në rritjen e aksesit në arsimin e lartë dhe ofron mbështetje të qëndrueshme financiare për të rinjt që dëshirojnë të ndjekin studimet universitare, pavarësisht gjendjes së tyre ekonomike. Bankat kanë investuar edhe në bankingu digital, ku studentët mund të marrin shërbime të dedikuara në aplikacionet e tyre. Përveç këtyre, institucionet financiare ofrojnë gjithashtu edhe mundësi që studentët të zhvillojnë praktika pranë ambienteve të tyre. Kështu, të rinjt kultivojnë një kulturë financiare që në auditore pa u bërë akoma pjesë e tregut të punës. A janë të gjitha këto të mjaftueshme? Studentët janë një hallkë e rëndësishme e shoqërisë dhe në një vend si Shqipëria që pritet të bëhet së shpejti pjesë e Bashkimit Evropian, studentit shqiptar duhet t'i ofrohet të njëjta mbështetje siç i ofrohet një studenti evropian. Me një ofertë për rreth 385 milion lek, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka shpallur kompaninë fituese për ndërtimin e rrugëve lidhëse të tunelit të Llogaras. Zbatimi i këtij projekti synon të trajtojë problemet e trafikut, sidomos përgjatë sezonit veror. Me një ofertë për rreth 385 milion lek, kompania Gjoka Konstruksion është shpallur fituese për ndërtimin e rrugëve lidhëse të tunelit të Llogaras, një ndërhyrje që prek rrugën pas daljes nga tuneli. Projekti përbëhet nga 3 komponent. I pari përfshin aksin tunel Palas, një segment rrugor që do plotësoj kërkesat e kategorisë C2, rrugë ndërurbane dytësore. Ndërkohë, duke qenë se rruga ekzistuese ka një pjerësi të konsiderueshme, rehabilitimi i saj është propozuar të përbëhet nga segmente me gjerësi dhe karakteristika të ndryshme, me synim në rritjen e nivelit të shërbimit të rrugës së rehabilituar. Komponenti i dytë i projektit është ndërtimi i një aksi të ri që do lidh rrugën e vjetër me rrugën e re Palas Dërmi. Edhe ky segment do jetë i kategorisë C2, por do sigurojë dhe lëvizjen e këmbësorëve dhe ciklistëve të zonës, pa cënuar siguri rrugore. 2 segmentet e mësipërm do lidhen mes tyre nëpërmjet një rrethrotullimi që përbën dhe komponentin e tretë të projektit. Zbatimi i këtij projekti synon të trajtojë problemet e trafikut, sidomos gjatë sezonit veror. Sipas dokumenteve të tenderit, gjatë stinës së verës përgjatë gjatësisë së saj, ndeshen kolona të trafikut automobilistik si pasojë e fluksit të madh të turistëve në këtë zonë, ndërsa gjatë stinës së dimrit, kushtet teknike përkeqësohen, duke rritur rrezikun e incidenteve që mund të ndodhin. Shqipëria renditet në vendin e 86 nga 197 vende për vizita dentare, me një mesatare prej 2.3 vizitash në vit për banor. Vitet e fundit është rritur numri i pacientëve të huaj që zgjedhin vendin për shërbime dentare, kryesisht për shkak të kostove më të ulta.
Revista CEO World ka publikuar statistikat e shëndetit për vitin 2024, ku zbulon kontraste të habitshme për vizitat e qytetarëve tek dentisti në mbar botën. Këto renditje bazuar në konsultat mesatare vjetore dentare me pjesëmarrjen fizike për banor, tregojnë ndërveprimin e thellë midis prosperitetit kombëtar, qëndrimeve kulturore dhe aksesit në kujdesin parandalues. Kontrollet dentare mund të duken rutinë, por ato janë një barometër i fuqishëm i cilësisë së infrastrukturës, të ardhurave të disponueshme dhe ndërgjegjësimit për stilin e jetës. Sipas të dhënave, rezulton se në Shqipëri vizitat tek dentisti janë mesatarisht 2.03 herë në vit, duke u renditur në vendin e 86 nga 197 vende të marra në shqyrtim. Gjithashtu edhe vitet e fundit, për shkak të kostove të lira, është vënë re një shtim nga numri personave që vijnë nga jashtë shtetit për të kryer shërbime dentare. Nga statistikat e vitit 2025 rezulton se udhimet për arsye shëndetësore janë rritur gjatë muajve të verës, ku një ndër arsyet mund të jenë edhe vizitat dentare. Për 8 muajt e parë të vitit janë regjistruar 293 vizita nga të huajt për arsye shëndetësore, ku lëvizjet për arsye dentare mund të jenë shumë të pranishme. Malizi qëndron më lart në klasifikim në rajon, me 2.17 vizita në vit. Serbia renditet në vendin e 78 me mesatarisht 2.12 vizita në vit. Ndërkohë Bosnia-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut paraqiten statistikisht më poshtë se vendet e tjera, me mesatarisht 2.02 dhe 1.96 vizitat e dentisti në vit. Në samitin e disiplinës globale të stomatologjisë qëndrojnë Monaco me 3.4 vizita në vit, Liechtensteini me 3.39 vizita në vit dhe Norvegjia me 3.38 vizita në vit. Këto mikroshtete dhe vende nordike përzihen modelet universale të kujdesit shëndetësor me popullata me të ardhura të larta, duke e bërë stomatologjin parandaluese një normë kulturore dhe jo një detyrë mjekësore. Zvicra dhe Luksemburgu plotësojnë 5 vendet e para, duke vazhduar dominimin e Europës perëndimore. Formula e tyre përbashkët me një PBB të lartë për frym, partneritete shëndetësore publike private dhe një premium social për mirëqenie krijon një cikël të virtytshëm kujdesi. Në Amerikën Latine dhe Afrikën subsahariane vizitat e dentistit mbeten të rralla, me mesatare vjetore shpesh në 0.5 për person. Sfida nuk qëndron te ndërgjegjësimi, por te infrastruktura, përballueshmëria dhe mungesa e fuqisë punëtore. Bizneset shqiptare duket se kanë një rrugë të vështirë dhe me kritere të forta për të qenë konkurrues në tregun e Bashkimit Evropian. Vetëm 20% e tyre përmbushin aktualisht standardet europiane, por cila është zgjidhja sipas ekspertëve, ndjekim kronikën në vijim. Rreth 450 milion konsumatorë na presin në tregun evropian, ndërkohë shumica e bizneseve shqiptare përballen me sfida serioze, duke nisur nga teknologjia e vjetëruar, mungesa e certifikatave ndërkombëtare, mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar si dhe qasje të kufizuara financiare, por sa sipërmarrje shqiptare plotësojnë standardet europiane. Për sa i përket sipërmarrjes, të paktën nga gjithë informacionet që dhoma e tregtisë ka mbledhur deri tani, jo më shumë se 20% e sipërmarrjes shqiptare janë në përputhje me standardet e BE-s aktualisht. Pra, nëse ne do kemi një skanim real në përputhje me standardet që sot ushtron sipërmarrja private evropiane krahasuar me sipërmarrjen private në Shqipëri, rreth 20% e këtyre sipërmarrjeve në Shqipëri janë në standardet e sipërmarrjeve të BE-s. Pra, kjo përqindje caktuar e sipërmarrjes private është e gatshme të integrohet në tregun evropian dhe të jetë një pjesë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Por si duhet të ndihmojë qeveria shqiptare bizneset për të integruar në tregun e Bashkimit Evropian? Të thrasi të gjithë bizneset një për një, të bëj një audit, por jo audit për t'i gjobitur, as audit për t'ju mbyll fabrikën, por t'ju bëj një audit në kontekstin e plotësimit të standardeve të BE-s. Sepse po që se bizneset qysh sot munden me i plotësu standardet e BE-s, nuk kena nevojë me prit, në fund 2025-ës shkruajmë marrëveshjen apo mbyll historia. S'kemi pse presim 2030-ën. Dihet që bizneset shqiptare nuk i plotësojnë standardet e BE-s, pavarësisht se dikush ka marrë kurrajon dhe i ka përkthyer dhe i ka kthyer edhe në legjislacion shqiptar, por nuk plotësohen. Atëherë gjëja e parë është biznes për biznes të kryhet ky auditim dhe për çdo biznes të dalin nevojat që ka për këtë përshtatje. Pra çfarë mangësish ka dhe për këto boshllëqe bëhet vlerësimi, sa kushtojnë këto, dhe pastaj për këto para bëhet një plan dhe thuhet sa do vendosi biznesi,
Sa do vendosi qeveria shqiptare dhe sa do i kërkojnë Bashkimit Evropian. Integrimi në Bashkimin Evropian nuk do të jetë thjesht një proces politik apo diplomatik. Ai do të jetë një test real për bizneset shqiptare. Nga Tirana në Bruksel, rruga kalon përmes standardeve. Fondet e investimit në valutë kanë shënuar rritje në aktivitet për gjatë këtij viti, por ndikimi i tyre në treg ka ardhur duke u tkurrur, ndërsa fondet në lek po fitojnë gjithnjë e më shumë terren, duke reflektuar rritjen e besimit te monedha vendase dhe zgjedhjet më të kujdesshme të investitorëve. Tregu i fondeve të investimit në Shqipëri vijon të zgjerohet, megjithatë të dhënat e fundit tregojnë një dinamik të ndryshme mes fondeve që operojnë në lek dhe atyre në valutë. Në gjysmën e parë të këtij viti, 13 fonde të hapura me ofertë publike ishin aktive, ku 7 fonde ushtronin aktivitetin në valutë të huaj, kryesisht euro, ndërsa të tjerat funksiononin në monedhën vendase, pra në lek. Asjetet neto të fondeve në valutë arritën në 59.2 milion euro, ose thënë ndryshe 5.8 miliard lek, duke zënë vetëm 9.2% të ndërkohë që fondet në lek regjistruan 57.1 miliard lek, ose 90.8% të totalit. Ky raport tregon qartë dominimin e fondeve në monedhën vendase, edhe pse fondet në valutë mbeten një alternativë rëndësishme për investitorët që kërkojnë të diversifikojnë kursimet dhe të mbrohen nga rreziku i inflacionit vendas. Megjithëse vlera e aseteve të fondeve në valutë është rritur lehtë krahasuar me fundin e vitit 2024, pesha e tyre në treg ka rënë nga 9.7% në fund të vitit të kaluar në 9.2% në mes të vitit 2025. Kjo do të thotë se ritmi i rritjes së tyre ka qenë më i ulët krahasuar me fondet në lek. Për investitorët individual, këto shifra nënkuptojnë se zgjedhja mes një fondi në lek dhe një fondi në valutë nuk është vetëm çështje rendimenti, por edhe ekspozimit ndaj kursit të këmbimit. Fondet në lek ofrojnë më pak rrezik për ata që kanë të ardhurat dhe shpenzimet kryesisht në monedhën vendase, ndërsa fondet në euro mund të jenë të favorshme për ata që duan të diversifikojnë kursimet ose kanë të ardhurat në valutë. Prirja drejt fondeve në lek pasqyron edhe një rritje të besimit në monedhën kombëtare, ndërkohë që fondet në valutë mbeten një alternativë për investitorët që synojnë stabilitet afatgjatë ndaj luhatjeve të monedhës vendase. Qytetarët që nuk kanë një uri të mjaftueshme se si mund të investojnë individualisht në bono thesari, obligacione dhe aksione, ose nuk duan të përfshihen drejt për së drejti në këtë proces, i drejton zakonisht fondeve të investimit, të cilat i investojnë paratë e klientëve të tyre në titull shtetëror dhe garantojnë një kthim fitimi të sigurt. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shtyre edhe me një javë datën e dorëzimit të dokumentacionit për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Balltre. Për kontratën e koncesionit me vlerë 365 milion euro, punimet duhet të mbyllen 30 muaj nga nënshkrimi i saj. Kompanitë do kenë dhe një javë shtesë për dorëzimin e ofertave për aksin rrugor Milot-Balltre. Gjatë rihapjes së garës nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 2 tetori shënonte datën e fundit për dorëzimin e dokumentacionit, por tashmë afati i ri është vendosur data 10 tetor. Gara koncesionare synon gjetjen e një kompanie private që do ndërtojë këtë segment të rëndësishëm rrugor, një proces që sipas dokumenteve të tenderit parashikohet të zgjatë 30 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Kjo nuk është hera e parë që synohet kontraktimi për këtë vepër infrastrukturore, teksa procedura e fundit e hapur në dhjetor të vitit të kaluar u anulua me argumentin se asnjë prej ofertave të paraqitura nuk ishte e përshtatshme. Ndërkaq, sipas dokumenteve të tenderit që shoqërojnë garën koncesionare, vlera totale e parashikuar e projektit është rreth 365 milion euro pa TVSH, ndërsa kozgjatja e kontratës do të jetë 35 vjet. Në këtë vlerë përfshihen kostot për projektimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrugës, që do jetë autostradë kategorisë A nga rrugë kategorisë C që është aktualisht. Aksi Milot-Balltre është i gjatë rreth 17 kilometra. Rruga fillon në nyjen e Milotit, ku do lidhet me segmentet e tjerë rrugor, Milot, Thuman, Kashar, Leka e rruga e Kombit, dhe do përfundojë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në Balltre. Ky aks është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i cili është identifikuar paraprakisht si pjesë e korridorit TEN-T mesdhetar, duke shtrirë korridorin kryesor të rrjetit të BE-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor. 3 aplikime të reja për ndërtimin e centraleve elektrike me energji diellore kanë bërritur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Bëhet fjalë për një kapacitet total për 105 MW. Këto projekte, edhe nëse miratohen, nuk do të përfitojnë nga masat mbështetëse. Interesi i sektorit privat për ndërtimin e centraleve fotovoltaike mbetet në rritje, teksa 3 aplikime të reja kanë bërritur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për projekte me kapacitet total 105.6 MW.
Kërkesa e parë është bërë nga shoqëria Greenvolt për një impjant me kapacitet të instaluar 70 MW me vendodhje në bashkinë me Maliaj, ndërsa aplikimi i dytë nga Armen Solar për një central 30 MW të pozicionuar në Armen të bashkisë Selenic. Projekti i tretë është më i vogël dhe përfshin një impjant 5.6 MW që synohet të ndërtohet nga Green Energy Group në Pietroshan të bashkisë Malësi e Madhe. Në rast të finalizimit të procedurave, këto projekte nuk do jenë përfituese të masave mbështetëse të qeverisë, që përfshin lehtësim në sigurimin e dokumentacionit apo blerje të garantuar të energjisë të prodhuar. Interesi për investime në energji diellore ka disa vite që ka ardhur në rritje nga ana e investitorëve privat, ndërkohë që një pjesë e kërkesave janë pranuar, ndërsa të tjera jo. Aktualisht energjia diellore nga impjantet e mëdhenj është pak e shfrytëzuar në vendin tonë, por pesha e saj pësoi rritje në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, për periudhën prill-qershor prodhimi centraleve fotovoltaike përbënte 16.4% të energjisë totale të burimeve vendase, nga 6.8% që ishte në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë, për vitin 2024, rreth 6.25% e energjisë totale të vendit u prodhua nga centrale diellore, ku peshën më të madhe e mbante centrali fotovoltaik i Karavastas, i cili gjeneroi 53% të energjisë diellore të prodhuar në shkallë kombëtare. Fermerët që kanë plotësuar kriteret dhe janë shpadur fitues për skemën e naftës falas në bujqësi do të përfitojnë deri në 186 euro për hektar në varësi të kulturës. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ka publikuar listën e emrave të 1277 përfituesve të parë. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ka publikuar listën e emrave të 1277 përfituesve të parë të naftës për punime të mekanizuara në bujqësi. Sipas procedurës së aplikimit që kanë bërë fermerët, aplikantët kanë deklaruar kulturat bujqësore të mbjella ose të parashikuara për të mbjellë sipas përcaktimeve të formularit të aplikimit online. Çdo parcel sipas dokumentacionit të pronësisë apo përdorimit plotësohet me kulturën apo kulturat përkatëse të mbjella ose që parashikohen të mbjellen. Por sa para do t'u jepen përfituesve. Vlera e saktë që të përfitojnë aplikantët fitues është kategorizuar me vendim qeverie sipas kulturës që mbjellin, ndërsa maksimumi i mbështetjes arrin deri në 186 euro për hektar. Sa i takon kultivimit të bimëve të arave, do të jepen 18.582 lek për hektar për kulturat pranverore si misër, fasule, lule dielli, soj, sorghum. 12.714 lek për hektar për bimët e lashta si grur, tërshër, thekër, elb, foragjer 1 vjeçar, industriale si patate, duhan, panxar, pambuk e të tjera, dhe 8.802 lek për hektar për foragjer shumë vjeçar dhe bim aromatiko mjekësore. Në grupin e dru frutorëve do të jepet pagesë për naftën për kultivimin e mollëve, rreth 18.582 lek për hektar, ndërsa 15.628 lek për hektar për të gjitha llojet e frutave, ullinja, grume dhe vreshta, si dhe 13.692 lek për hektar për arra, bajame, lajthi dhe gështenja të kultivuara, po ashtu 16.626 lek për hektar për të gjithë fidanët e bimëve farore, bërthamore dhe arore. Sa i takon grupit të tretë kultivimit të perimeve, pagesat për naftën variojnë nga 14.670 lek për hektar për të gjitha llojet e perimeve të fushës, sezoni i parë përfshi shalqi, pjepër, uleshtrydhe dhe 16.626 lek për hektar për të gjitha perimet e serës, sezoni i parë. Fermerët përfitojnë deri në 100% të vlerës me sipërfaqe deri në 10 hektar sipas llogaritjeve të bëra. Për sipërfaqen mbi 10 hektar, masa e përfitimit zvogëlohet me 50% përjashtuar rastet e aplikantëve me status grup fermerësh ose SHBB. Të gjitha aplikimet e kryera nëpërmjet Yellbinja dhe që janë shpallur fitues janë nështruar procesit të kontrollit administrativ që shqyrton përputhjet e deklarimeve në lidhje me parcelat, sipërfaqet, kulturat dhe dokumentacionin që i mbështet këto deklarime. Vitin e kaluar nga kjo skem kanë përfituar mbi 52.000 fermerë në të gjithë vendin. Mashtroni qytetarët evropian duke i bindur të investonin në bursa fiktive. Policia ka arrestuar administratorin e një call centeri në Tiranë, si dhe ka sekuestruar mbi 100.000 euro, në nënhetim edhe punonjësit e këtij subjekti. Drejtoria për hetimin të krimeve ekonomike dhe financiare në Policinë e Shtetit ka zbuluar dhe mbyllur një tjetër call center në Tiranë që shërbente për të mashtruar qytetarët evropian duke i bindur të investonin në bursa fiktive.
Në pranga është vënë administratori i këtij subjekti, një i ri 28 vjeçar dhe një bashkëpunëtor i tij, si dhe në të njëjtën kohë janë proceduar penalisht 38 shtetas të punësuar në atë call center. Pas operacionit që policia e kishte koduar me emrin Scams, janë sekuestruar gjithsej rreth 107.000 euro dhe 700.000 lek, 51 njësi kompjuterike, 14 aparate celular, lista me emrat e klientëve dhe shumave të përfituara e të tjerë. Subjekti që ushtronte aktivitetin e tij në rrugën Bardhok Biba në kryeqytet ishte i licencuar për marketing, suport dhe konsulent në çdo veprimtari të lishme në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Në të vërtetë, subjekti ushtronte veprimtari të kundralishme call center me qëllim mashtrimin e qytetarëve evropian. Në listën e objektivave të vendosura nga menaxherët dhe bonuset që merrin operatorët në bazë të objektivave, për muajin tetor ishte kërkuar një aktivitet 1.5 milion euro. Kontrollet për këtë aktivitet janë shtrirë edhe në banesat e bashkëpunëtorëve të administratorit të subjektit në fjalë, ku janë kryer edhe sekuestrime të një pjese të parave. Personat e arrestuar akuzohen për veprat penale, mashtrim me pasoja të rënda, punësim i palishëm dhe fshehje të ardhurash. Në shtator të vitit 2025, platforma e-Albania regjistroi mbi 13 milion vizita dhe 41 milion transaksione ndër institucionale. Shërbimet më të kërkuara ishin vërtetimi i pagës, kontrolli mjekësor bazë dhe pagesa e taksës vjetore për automjete. Platforma qeveritare e-Albania ka publikuar statistikat e përdorimit për muajin shtator të vitit 2025, duke treguar një rritje të ndjeshme në aplikime dhe shërbime elektronike. Vetëm gjatë këtij muaji janë realizuar rreth 1.6 milion aplikime për shërbime elektronike, ndërsa numri i transaksioneve në ndërveprimin qeveritar arriti në 41 milion. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 2.7 milion përdorues janë regjistruar për të shfrytëzuar shërbimet, ndërkohë që vizitat në platformë gjatë muajit kapën shifrën e 13.8 milionëve. Aktualisht rreth 529.000 përdorues unik janë aktiv, prej të cilëve rreth 14.500 janë regjistruar për herë të parë. Në total, që prej lançimit, platforma ka arritur në mbi 3.3 milion përdorues të regjistruar, duke ofruar 1.262 shërbime elektronike, mes të cilave rreth 1.2 milion dokumente janë pajisur me vulë elektronike vetëm në shtator. Shërbimet më të kërkuara të muajit ishin vërtetimi i pagës, kontrolli mjekësor bazë dhe pikët e drejtuesit të mjetit. Ndërkohë shërbimet më të përdorura me pagesë përfshin pagesën e taksës vjetore për automjetet, aplikimin për certifikate elektronike për pajisje me fiskalizim dhe aplikimi për pasaport dhe kartë identiteti për shqiptarët jashtë vendit. Dokumentet që u gjeneruan më shumë me vulë elektronike ishin certifikata personale, certifikata familjare dhe vërtetimi i pagës së kontributeve individuale. Këto shifra tregojnë se e-Albania po bëhet gjithnjë më e domosdoshme për qytetarët dhe institucionet, duke lehtësuar procedurat burokratike dhe duke përshpejtuar ofrimin e shërbimeve publike. Projekt ligji i ri për kujdesin alternativ në familje parashikon pagesa mujore dhe sigurime shoqërore për familjet që marrin nën kujdes fëmijët pa prindër. Masa synon të ulë kostot e institucioneve tradicionale dhe të kthehet në një model punësimi social për familjet shqiptare. Qeveria ka hedhur për konsultim publik një projekt ligj të ri për kujdesin alternativ në familje. Kujdesi për fëmijët që mbeten pa prindër ose në rrezik për ta humbur këtë kujdes nuk do të mbështetet vetëm tek institucionet publike, por edhe tek familjet kujdestare, të cilat do të marrin një mbështetje financiare të posaçme. Projekt ligji parashikon financim nga buxheti i shtetit dhe bashkit, duke përfshirë pagesa mujore për çdo fëmijë në kujdes alternativ, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për familjet kujdestare profesionale, duke i njohur atyre vjetërsi pune, të drejtë pensioni, si dhe mbulim për barrëlindje apo aksidente në punë, trajtim financiar të veçantë për fëmijët me nevoja të veçanta apo kur një familje kujdeset për më shumë se një fëmijë. Ky sistem shihet si një model punësimi social ku familjet jo vetëm ofrojnë mbrojtje për fëmijët në nevojë, por marrin edhe përfitime ekonomike të drejtë për drejta. Ekspertët e shohin këtë si një investim afatgjat, pasi kostot e kujdesit familjar janë më të ulta krahasuar me ato të institucioneve tradicionale si jetimoret. Nga ana tjetër, pritet që ligji të nxjisë më shumë familje shqiptare të angazhohen në këtë proces, duke krijuar një rrjet social të qëndrueshëm dhe ekonomikisht të mbështetur. Qeveria greke do të krijojë një skemë përjashtimi tatimor për pronarët e pasurive të paluajtshme. Ata nuk do të paguajnë taksa mbi të ardhurat që përfitojnë nga qyramarrësit për 3 vjet.
Ministria greke e financave po rishikon përjashtimin nga tatimi për pronarët e pasurive të paluajtshme me qëllim që të rrisë disponueshmërinë e banesave në treg dhe të mbështes familjet me 3 ose më shumë fëmijë. Përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat përqyrat për një periudhë 3 vjeçare tashmë do të zgjerohet, duke përfshirë edhe banesat më të mëdha. Gjithashtu do të përfitojnë kategori të caktuara të punonjësve në sektorin publik, si mësuesit, mjekët dhe ushtarakët. Ministria e Ekonomisë Kombëtare dhe Financave ka vendosur 3 ndryshime kryesore në legjislacionin përkatës me qëllim përmirësimin e këtij përjashtimi 3 vjeçar nga tatimi. Së pari, kufiri për 120 metra shkatror për banesat që përfitojnë nga kjo skemë do të rritet në rastet kur prona jepet me qurafa gjatë për një familje me 3 fëmijë ose më të madhe. Kjo do të thosë një pronar i një banese për 140 metra shkatror nëse jep me quraf për një familje me shumë fëmijë nuk do të paguajë taksë mbi të ardhurat që merr për 3 vite. Gjithashtu jepet një shans i dytë pronarëve që të mos humbasin të drejtën për përjashtim nga tatimi nëse qyramarrësi largohet përpara përfundimit të periudhës 3 vjeçare. Konkretisht, nëse qyramarrësi largohet më herët, pronari do të ketë në dispozicion një afat 3 mujor për të gjetur një klient të ri pa e humbur të drejtën për përjashtim tatimor. Së treti, do të krijohet një mundësi e re për qyraafat shkurtra, kryesisht për mësuesit dhe punonjësit e tjerë shtetëror. Një pronar që jep me qyra një pronë për një periudhë për 6 muash një mësuesi nuk do të humbas të drejtën për përjashtim nga tatimi. Paralelisht me këto masa, në javët në vijim do të paraqitet në parlament një projekt ligj mbi trashëgimit me synimin për të krijuar një listë re pronash që mund të vijë në funksion të plotësimit të nevojave për strehim. Lista e masave do të plotësohet edhe me një program të ri subvencionimi për rinovimin dhe përmirësimin energjetik të pasurive të paluajtshme. Ky program do të përfshijë jo vetëm pronat që do të përdoren për banim personal, por edhe ato që do të jepen me qyra. Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, kërkon rregulla më të rrepta për institucionet financiare jo bankare të njohura si bankat hije. Ajo paralajmëron se në mungesë të mbikëqyrjes së nevojshme, Evropa mund të përballet me krizë të ngjashme me atë të vitit 2008. Evropa duhet të forcojë rregulloret e institucioneve financiare jo bankare për të krijuar kushte të barabarta me huadhënëse tradicional dhe për të kontrolluar rreziqet në një sektor që është rritur ndjeshëm gjatë dekadave të fundit, deklaroi presidente e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Institucionet jo bankare, si fondet e investimeve, kompanitë e sigurimeve dhe fondet e pensioneve të njohura ndryshe si banka hije, zotërojnë aktualisht asete me vlerë rreth 350% të prodhimit të bruto të eurozonës. Megjithatë, ato gëzojnë rregulla më të lehta krahasuar me bankat, pasi nuk pranojnë depozita nga familjet. Është helbësore që politikbërësit të përshtaten rregulloret dhe mbikëqyrjen me këtë realitet të ri sfidues, tha Lagarde gjatë një fjalime në Amsterdam. Ata nuk duhet ta bëjnë këtë duke ulur standardet për bankat, por duke i rritur ato për institucionet jo bankare, që kryejnë veprimtari të ngjashme ose që kanë lidhje të forta me sistemin bankar. Kjo ndihmon në adresimin e shqetësimeve që kanë bankat për konkurrencën e pabarabartë, shtoi ajo. Politikbërësit friksohen se në rast krize banka qendrore do të detyrohen të ofrojnë mbështetje likuiditeti për institucionet jo bankare për shkak të lidhjeve të ngushta që ato kanë me banka tradicionale. Nëse rreziqet fillojnë të grumbullohen jashtë sistemit bankar, përtej fushës aktuale të rregulatorëve dhe mbikëqyrësve, kompromiset që ishin të dukshme para vitit 2008 mund të rikthehen. Në atë rast, politika monetare do të mbetej de facto mjeti vetëm për të frenuar euforinë financiare, paralajmëroi Lagarde. Për këtë arsye, ajo tha se Evropa duhet të thjeshtojë rregulloret për bankat, pa i zbutur rregullat ekzistuese, si dhe të forcojë kontrollin të institucioneve jo bankare. Bitcoin dhe ari po ngjiten në nivele rekord në vitin 2025 për shkak të luhatjes së valutave kryesore. Rënja e dollarit dhe pasigurit fiskale po i shtyn tregjet drejt aseteve të sigurta dhe të qëndrueshme. Dobësimi i dollarit dhe çmimi rekord i Bitcoin kanë bërë që investitorët të kërkojnë asete të tjera për të mbrojtur nga rënja e monedhave në vitin 2025. Çmimi i Bitcoin arriti një rekord tjetër duke kaluar mbi $125.000 gjatë fundjavës. Ari gjithashtu po shkëlqen duke ju ofruar një rekordi të ri pranë $3.900 për oncë, ndërsa argjendi vazhdon rritjen. Kjo situatë po nxitet nga shqetësimet në rritje për deficitin fiskal dhe dyshimet e rinovuara mbi forcën e dollarit amerikan që ka humbur rreth 10% të vlerës këtë vit.
Lëvizjet e fundit janë pjesa e asaj që tregtarët e quajnë tregtia kundër zhvlerësimit, sipas së cilës asetet e qëndrueshme do të performojnë më mirë se monedat në një epokë të borxheve shtetërore në rritje dhe inflacionit të vazhdueshëm. Tregtia kundër zhvlerësimit u shfaq vonë vitin e kaluar dhe është përshpejtuar në muajt e fundit, sipas strategëve të bankave kryesore. Me rritjen e niveleve të borxhit global dhe me bankat qendrore që vazhdojnë të ulin normat e interesit pavarësisht inflacionit të pranishëm, shumë investitorë po rishikojnë besimin e tyre tek paratë prej letre. Kjo ka rikthyer kërkesën për një stret tradicionale sigurie si ari, por edhe për alternativa si Bitcoin, i quajtur shpesh ari digital. Analistët e JP Morgan thonë se Bitcoin mund të jetë në vlerësuar deri në 40% krahasuar me arin, duke sugjeruar një potencial rritje deri në rreth $165,000 nëse tendencat aktuale vazhdojnë. Ndërsa ari mbetet stre preferuar për shumë investitorë konservator, pranimin e rritje e Bitcoin ka zgjeruar mundësitë për ruajtjen e vlerës. Të dyja pasuritë kanë përfituar nga ajo që disa analistë përshkruajnë si humbje besimi në menaxhimin e valutave, veçanërisht me deficitin amerikan që vazhdon të jetë shumë mbi mesataren historike. Rritja e shpejtë e Bitcoin në nivele rekord së bashku me përparimin e jashtëzakonshëm të arit tregon një dëshirë të thellë të investitorëve për pasuri të rralla në një epokë zgjerimi monetar. Vazhdimësia e kësaj tregtie kundër zhvlerësimit do të varet nga tendencat e inflacionit, disiplina fiskale dhe besimi i investitorëve tek bankat qendrore. Çmimet e naftës u shtrenjtuan pas vendimit të grupit OPEC Plus për një rritje të moderuar të prodhimit në muajin nëntor. Megjithatë, disa analistë mbeten të shqetësuar se furnizimi pritet të tejkalojë kërkesën. Çmimet e naftës u rritën të hënën në mëngjes në Europë, pasi grupi OPEC Plus ra dakord vetëm për një rritje të moderuar të prodhimit mujor. Pas një takimi të mbajtur, Alianca njoftoi se do të rrisë prodhimin e naftës me 137.000 fuqi në ditë në muajin nëntor, i njëjti nivel që ishte njoftuar edhe për tetorin. Nafta e papërpunuar e Teksasit u zgjerua me 1.31%, duke arritur në $61.68 për fuqi, ndërsa Brent u rrit me 1.22% në $65.32 për fuqi. Megjithatë, çmimet mbeten ende në rënje krahasuar me javën e kaluar pas lajmeve për rritje të mundshme të prodhimit nga OPEC Plus. Gjatë 5 ditëve të fundit, nafta e papërpunuar e Teksasit është shkurur me 2.79%, ndërsa Brent ka rënë me 3.9%. Lëvizjet vijnë pas një valje shtrenjtimesh të çmimeve më herët këtë vit, ku fuqit tregtoheshin mbi $80 për shkak të tensioneve midis Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konflikti ngjalli shqetësime se Irani mund të bllokonte lëvizjen e armijeve përmes ngushtisës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. OPEC Plus ka qenë duke shtuar gradualisht prodhimin këtë vit pas vendimeve për ulje në vitet 2023 dhe 2024, masa që fillimisht ishin parashikuar të hiqeshin deri në shtator 2026. Në një deklaratë, grupi u shpreh se vendimi për të rritur prodhimin u mor duke pasur parasysh një perspektivë të qëndrueshme ekonomike globale dhe bazat aktuale të shëndetshme të tregut, siç reflektohet në rezervat e ulta të naftës. Megjithatë, disa analistë, duke përfshirë edhe ata nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, mbeten të shqetësuar se furnizimi pritet të tejkalojë kërkesën, pjesërisht për shkak të prodhimit të lartë nga dy kontinentet amerikane. OPEC Plus përbëhet nga 12 vendet anëtare dhe 10 shtete jo anëtare, ku ndër partnerët kryesor janë Arabia Saudite dhe Rusia. Sipas UNICEF, rreth 85 milion fëmijë në mbar botën nuk ndjekin shkollën. Organizata kërkon investime urgjente në arsim dhe mbështetje për mësuesit, veçanërisht në zona të prekura nga konfliktet si Gaza. Dita botërore e mësuesit e themeluar në vitin 1994 për të përkujtuar në shkrimin e rekomandimit për statusin e mësuesve hartuar në Paris më 5 tetor 1966. Sipas UNICEF, mësuesit janë në qendër të një arsimi cilësor, por sektori vazhdon të vuajë mungesën e investimeve dhe rënien e numrit të nxënësve. Në raporte në vitin 2024 nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, vetëm 31% e vendeve kanë sisteme efektive për zhvillimin profesional të mësuesve, shumë më pak se objektivi për 64%. Në mbar botën, raporti thotë se numri i fëmijëve dhe të rinjve jashtë sistemit arsimor ka qëndruar rreth 265 milion për një dekadë, por vlerësimet më të fundit tregojnë se në vitin 2023 ky numër u rrit në 272 milion. Sipas UNICEF, ndihma zyrtare për zhvillimin e arsimit do të ulet me $3.2 miliard, një tkurrje për 24% krahasuar me vitin 2023. Kjo do të shkaktojë një rritje të numrit të fëmijëve jashtë shkollës në mbar botën nga 272 milion në 278 milion. Asnjë fëmijë nuk duhet të privohet nga e drejta për të mësuar dhe për të ndërtuar të ardhmen. Sigurimi i mësuesve të trajnuar dhe të motivuar nuk do të thotë vetëm
ofrimi dijes, por edhe mbrojtje, shpresë dhe mundësi për jetën, tha burime zyrtare të organizatës. UNICEF vlerëson se 234 milion fëmijëve u duhet mbështetje për të pasur qasje në arsim cilësor, një rritje prej 35 milion në 3 vitet e fundit. Nga këta 234 milion fëmijë, 85 milion nuk e ndjekin shkollën, 52% janë vajza, 17% janë refugjat ose persona të zhvendosur brenda vendit dhe mbi 20% janë fëmijë me aftësi të kufizuara. Situata në Gaza është veçanërisht e rëndë pasi deri në korrik 2025 rreth 1.466.000 fëmijë përballen me vështirësi për të pasur qasje në arsim. Deri në qershor 2025 janë prekur 588 ndërtesa, prej të cilave 533 në rripin e Gazës dhe 50 të tjera në bregun perëndimor. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.